Edi Rama i ka dërguar sultanit të Ankaras në pallatin presidencial një valixhe me dhurata. Më e rëndësishmja mes tyre duket se është mbyllja e Universitetit Bedër, një institucion i arsimit të lartë në pronësi të komunitetit musliman shqiptar. Recep Tayyip Erdogan ka kërkuar prej vitesh mbylljen e këtij universiteti dhe të disa medreseve në qytete të ndryshme të Shqipërisë, me argumentin se pas tyre i qëndrojnë qarqe të lidhura me lëvizjen e Fethullah Gülen. Deri tani, sipas shumë vëzhguesve, ky proces ishte penguar edhe për shkak të qëndrimit të partnerëve amerikan. Pikërisht në ditën kur Edi Rama ndodhet në Ankara për samitin e NATO-s, mediat pranë qeverisë turke bën të ditur se Universiteti Bedër hëna e plot ka ndërprer aktivitetin. Lajmi u publikua me entuziazëm të dukshëm nga mediat pro-Erdoganit. Sipas informacioneve, universiteti ka ndërprer fushatën e regjistrimit të studentëve për vitin e ri akademik. Studentët aktual pritet ta përfundojnë ciklin e studimeve përmes një faze tranzitore, ndërsa programet do të transferohen në institucione të tjera të afërta me të njëjtin rrjet. Ky duket të jetë hapi përfundimtar i qeverisë shqiptare në zbatimin e kërkesave të Ankaras. Disa vite më parë u përdor një formulë më e butë përmes transferimit të disa institucioneve arsimore te Fondacioni Marif, organizëm shtetëror turk. Në këtë proces u përfshin medreset e Shkodrës, Korçës dhe Tiranës, të cilat sot administrohen nga ky fondacion. Po ashtu, Marif administron edhe Universitetin e New Yorkut në Tiranë dhe Universitetin e Poka. Megjithatë, shqetësimi kryesor mbetet komuniteti musliman shqiptar. Prej kohësh Erdogan ka kërkuar jo vetëm largimin e drejtuesve aktual të këtij institucioni, por edhe ndryshimin e strukturës drejtuese dhe të imamëve të emëruar në xhamit kryesore të vendit. Nga ana tjetër, Turqia ka investuar prej vitesh në ndërtimin e rrjeteve të saj të ndikimit brenda strukturave fetare shqiptare. Pikërisht aty u konsolidua edhe një frym politike që më pas u përdor në mbështetje të Edi Ramës gjatë proceseve zgjedhore. Para pothuajse çdo palë zgjedhjesh, Erdogan shfaqej në media pranë qeverisë shqiptare duke dhënë sinjale të qarta mbështetje për kryeministrin. Nuk dihet ende nëse lëvizja e fundit e Edi Ramës është koordinuar edhe me partnerët amerikanë, të cilët tradicionalisht janë konsideruar si mbështetës të rëndësishëm të komunitetit musliman shqiptar. Nuk përjashtohet që administrata Trump të ketë zbutur qëndrimin e saj ndaj Turqisë. Vetë presidenti amerikan deklaroi në Ankara se administrata e tij synon heqjen e sanksioneve ndaj Turqisë. Sanksione që ishin vendosur si për bashkëpunim ushtarak të Ankaras me Rusinë, ashtu edhe për shkelje të drejtave dhe burgosjen e kundërshtarëve politik. Megjithatë, mbetet ende e paqartë nëse ekziston një marrëveshje më e gjerë që do t'i hapte rrugën kontrollit të plotë të komunitetit musliman shqiptar nga strukturat pranë Ankaras. Një proces i tillë kërkon lëvizje shumë të kujdesshme, por sinjalet e para pritet të shihen pikërisht në mënyrën se si do të lëvizin mediat dhe strukturat pranë Erdoganit. Sipas shumë gjasave, Edi Rama mund ta ketë ndërmarrë këtë hap si pjesë e një negociate më të gjerë, një negociatë që do të synonte të largonte grupet pranë Turqisë nga protestat që prej më shumë se 45 ditësh kërkojnë largimin e qeverisë. Që në fillim të kësaj lëvizje Rama është përpjekur të ndaj grupet pjesëmarrëse dhe të negociojë veçmas me faktorë të ndryshëm politik dhe diplomatik. Sipas të njëjtave burime, një përpjekje e ngjashme është bërë edhe me partnerët evropianë, të cilët konsiderohen mbështetësit më të rëndësishëm të protestës. Madje thuhet se në këmbim Rama ka ofruar zgjatjen e mandatit të SPAK-ut dhe të prokurorëve të tij, si edhe mundësinë e një mandati të dytë për drejtuesin e institucionit, një sinjal që u artikulua publikisht nga Ulsimania në kuvend, duke surprizuar edhe Partinë Demokratike, e cila deri tani ka bërë të ditur se nuk do ta mbështesë një ndryshim të tillë kushtetues, për të cilin votat e saj konsiderohen të domosdoshme.